Punojësit e nëntokës të minjerës së Bakrit në Spaq të Mirditës vijojnë të protestojnë për kushte më të mira pune dhe paga më të larta. Për 10 ditësh, rreth 70 minator kanë bojkotuar punën dhe ende nuk është gjetur një zgjidhje mes palëve, pasi kompania nuk ka pranuar të ulet në bisedime me pretendimin se sindikata e krijuar nga punojësit nuk plotson kriteret ligjore. Minatorët paralajmërojnë nisjen e grevës së urisë nëse kërkesa e tyre nuk do të merret në konsiderat, ndërsa akuzojnë kompaninë turke se po hakmerret me largime nga puna, veprime të cilat i konsiderojnë antiligjore. Vetëm për largim nga puna, më kanë ardhur sazafër në CAP, që nuk e di se si funksionon kjo. Këshish punojësit në grevë të lishme, të paralajmëruar e të largosh nga puna mas ditës 10 grevës, nuk e di se si. Do përdorim gjitha instancët ligjore, përfundimisht edhe mjetet të tjera të grevës, grevërie, sot se kemi mundësi do t'i bëjmë gjitha. Atë që na takon në kod pune në Republikën e Shqipërisë, ne jemi të vendosur ta çojmë deri në fund. Nuk na e pranojnë si sindikat, këto duan që të kenë një sindikat që ju intereson atyre, kurse ne duam një sindikat të drejtë, të vërtetë dhe të mbrojë të jetë për drejtat e punëtorëve. Në kohën që jemi në grevë, nuk ka drejt as të heqe e as të marrë punëtorë. Nuk ka drejt as të fusë tursh në fronte tjera që do të bëjë zjarmtarin që nuk ka drejt plasje, nuk janë shumë drejta. Dhe këtu do të dalin gjitha drejtat e tona, ashtu siç i thot ligji shqiptar. Tani ne kemi një sinjalizim se do të kemi ballafaqim në Ministrinë e Punës dhe Shoqërisë Sociale ditën e martë, dhe deri atë ditë do të shohim për rrethurin, dhe pastaj nëse kjo nuk do marrë rrugë, do të përshkallëzohemi drejt grevësurisë, në të gjitha hapet do t'i marrim për të nxjerrë drejtën tonë. Në mbështetje të minatorëve ishte dhe deputeti i Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës, Gjin Xhoni, i cili zhvilloi një takim edhe me përfaqësuesit të kompanisë turke, por pa arritur një marrëveshje mes palëve. Edhe pala turke e cila ka marrë me koncesion, është koncesionar, nuk është pronar i minjerave. Pronar i minjerave është shteti shqiptar dhe ata duhet të respektojnë të gjithë legislacionin i cili është parashikuar qoftë në ligjin për sindikatat, qoftë në kodin e punës dhe në marrëdhëniet të cilët duhet ketë midis punëdhënës dhe punëmarrës. Rreth 70 minatorë të Spaqit në Mirdit kanë hyrë në ditën e 10 të protestës së tyre, për kushte më të mira pune, paga më të larta, njohjen e sindikatës së krijuar prej tyre dhe nënshkrimin e kontratës kolektive. Nga ana tjetër, kompania turke jo vetëm që ka refuzuar të ulet në bisedime, por ju ka komunikuar largimin nga puna 16 minatorëve, pjesë e këshillit sindikal, me pretendimin se kanë bojkotuar punën pa paralajmëruar në kundërshtim me ligjin, duke sjellë dëme të mëdha ekonomike për ta.